أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله Allahun Azza wa Jalla falenderojmë, salavatet, selamet pejgamberit alayhi salatu wassalam e dërgojmë. Lutë Allahun që të na bëjë sinqert në veprat, fjalët edhe të gjitha aktivitetet të cilat i bëjmë. Të nderuar vëllezër, në disa ligjërata do të vazhdojmë inshallah taala me një seri të re të quajtur formimi i muslimanit apo i personalitetit të muslimanit. Normal duke pas parasysh se ka raste kur njeriu me vitet e tëra vazhdon në të njëjtën formë, në të njëjtin sistem, në të njëjtën, po them, në të njëjtin komoditet, edhe e sheh që për fat keq unë kam pas rast njerëz të cilët më kanë nejt afër apo i kam marrë afër, edhe kam pa me vitet e tëra që absolut nuk ndryshon, nuk ka të ndryshuar ky njeri. Domethënë nuk është të përfitu kur gjë, nuk është të lexu, nuk është të pak një sprovë më vogël me godit, domethënë e thën qoftë në iman, në emocione, në personalitet e tjera dhe e sheti se sikur personin fjalë domethënë jetë humb kohën me ta. Ndodh që del shëti takohesh, humb kohë, lën takime, lën termine, thirr, sakrifikon, mundohesh për ta ai apet vazhdon në të njëjtën gjë, sikur thu ky njeri kur don mu formu, kur don mu bë, mos them tash insan, por një musliman që ti mundesh me ja besu atij një front, edhe zhgënjehesh. E kjo për shumë arsye, njëna ndoshta prej atyre me kryesorëve se nuk ka formim të sakt të një personalitetit besimtarit. E çfarë do të thonë kuptimi i kësaj i formimit të një muslimani. Unë nuk do të them ndonjë definicion të caktuar, sepse sot e kemi si hyrje, pastaj për të vazhduar me disa ligjërata, po thjesht me kriju një kuptim se thjesht çdo sen i vjen vakti që mu piqet, çdo sen piqet. E një besimtar, një musliman me kalimin e viteve duhet detyrimisht me mrinë në një nivel që na mundim me thonë kjo pjek. Nuk është patjetër ai mu kon më i miri i shoqërisë, se mundet me pas musliman tjerë më të mirë se ai. Po mundemi me thonë që ky, sikurse një pema, është një mollë aty, i ka pra një trung i mollës, i ka 3000 fruta, domethënë 3000 molla. Edhe na themi se janë pjek çto mollat. Tash njëna është pak më e madhe, njëna pak më e vogël, njëna pak më e bukur, njëna jo shumë e bukur, njëna më e drejtë, njëna më e shtrenjtë. Njëna më e shishme, njëna më pak e shishme. Por themi të gjitha ka sezona që të gjitha munden me u vjel edhe janë të gatshme për me u ngranë. Pra, na po themi atë nivelin minimal duhet me mri besimtari të një formimit vetë që të me thonë që ky ka i mytë për qëti. E jo me qënë për atyre muslimanëve të cilët, sinqerisht do me thonë, vjen një moment ku ti e shes se ai akoma nuk është i pjekur se thehet emocionalisht, nuk është formu, hala nuk është pjek, nuk ka hyrë në terrenin e besimtarve të cilët ti mundesh me majt jo personalisht të për vete, por e shes se duhet Allah me punu me këta, ose dytërosh mu largu me thonë la ilaha illallah, pse humba kohën me këtë njeri. Një sprovë ma vogël e nxjerr në shesh personin fjalë. Një sprovë ma vogël, qoftë ajo një sprovë në halal. Domethënë, e lema mu konë një sprovë në lakmi, e një sprovë në gjona tjera ta s'du t'i përmendi, domethënë që ndoshta dhe të lëkundin komplet, të lëkundin ty komplet. E dini shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, kur kanë mri, kur janë bot dikushi, a ka pas kush sahabëve, pastaj më ju dalë përpara. Nëse konë pyetje me dhonë jetën të partë, nëse konë pyetje me dhonë pasunin të partë, nëse konë pyetje me u ballafaqu me sprovat, e dini ju kanë ardhë zamra ku ardhë në fyt, nga sikleti në betejën e Ahzabit apo të Hendekut. Ama çka? Munafikët kanë thonë, a ç'kjo është ajo që na premtoi Allahu dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam? Na premtonit ju na keni premtuar neve, o musliman, me i marr pallatet edhe pasuritë Persisë dhe të Bizantit. Nuk jemi në gjendje me dalë me kry nevojën vetën nga Afrika.
Muslimanët çka? Qëndronin edhe thonin hadha ma wa'adana Allahu wa rasuluhu. Kjo është ajo që na ka premtuar Allahu dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Wa sadaqa Allahu wa rasuluhu. Edhe Allahu dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk e thonë vetëse të vërtetën, nuk u lëkundën. Çka është kur të bash kur të formohesh si musliman, kur të formohesh. A dini vllazni se na kemi probleme të natyrave më të lehta, ku ti domethënë ti merresh me individin, me personin, me vite të tëra, ti humb kohë me vite të tëra, edhe një sprovë më e vogël, thash, edhe po e përsëris. I kushtoni vëmendje, për zot Zotit ju them, sprovën halal. Ti e shet domethënë se ai rrëshqet me të parën. Nuk kanë gjendje me vërtetu imanin e vet, me të parën rrëshqet. Kjo nuk është në rregull. Pse? Mungon formimi i një besimtari. E tash, thot, qysh ndërtohet një personalitet, një besimtar qysh duhet? Ndërtohet vetëm përmes dy burimeve bazë, Kuranit dhe Sunetit. Kur mos u zhgënje, mos u mashtron mos u mashtron me njerëzit të cilët shtiren si besimtar dhe personalitetin e tyre apo si musliman nuk e kanë të ndërtuar mbi Kur'an dhe Sunet. Na kemi njerëz të cilët i njohim, i kemi pa përse afërmi, kemi jetu afër tyne, të cilët e kanë ndërtuar personalitetin e tyre prej muslimani, thjesht nga ana e jashtme, përmes disa andrave, disa tregimeve, xhamate të caktuara, ku domethënë i ke pa ti se ai hapin e parë që e qet qoftë në shirk, qoftë në ibadete të gabuara, ku ne kam pa prej tyne të manë që shtirej shumë i devotshëm edhe e falte namazin e duhas, mas akshamit. E kupton të banë ignoranca ku është? Ku është ignoranca? Pse nuk e ka të ndërtuar personalitetin përmes Kuranit dhe Sunetit, por e ka në bidate. E ka në gjëra të cilat sado që shtiret ai me një mjekër të bukur, ose me një qallë të bukur, ose me një partesha të bardha, ku e diçka, e shet që nuk ka personalitet të ngritur mbi Kur'an dhe Sunet. Çdo profil i një besimtarit i ndërtuar jashtë Kur'anit dhe Sunetit, na kemi domosdoshmë profile të ushtarit, të një filan shtetit, dallohet me këto cilësi. Na kemi profile të profesorëve, profile të akademikëve të caktuar, secili shtet i ka ato parimet. Na e pedojmë një profil të muslimanit të ngritur mbi çka? Mbi Kur'an dhe Sunet. Nuk mundesh më kon personalitet i mirëfillt musliman nëse nuk e ke profilin tanë të ndërtuar mbi Kur'an dhe Sunet. Tash na mundemi me vazhdu me thonë si ta kuptojmë Kur'anin dhe Sunetin në bazë të ulemave të tri gjeneratave të sakta etj, por domethënë nëse dën më kon një profil i saktë i yti, atëherë përmes Kur'anit dhe Sunetit. Kur bëhet një personalitet ç'është duhet, nëse i plotson tri gjërat të cilat do të na bie me i përmend, domethënë ma shpesh ajo është nëse rregullon zemrën e tij, i rregullon sjelljet e tij, edhe rregullon moralin e tij. Te zemra e tij na kem parasysh çka është për qëllim akideja, besimi. Te veprat e tij parimisht është për qëllim ibadetet janë. Edhe te morali i tij, domethënë sjellja, qoftë me veten, qoftë me njerëzit, qoftë me shoqërinë, me familjen, edhe me Zotin, domethënë ana morale është për qëllim. Ju e dini që nëse mungon njëna prej këtyre trijave, atëherë ka mangësi ose nuk vlen një personalitet. Sado që shtiret se është musliman, nuk vlen, për shembull. Mas pari nëse nuk e ka akiden, nuk mundemi me i thonë se është formu një besimtar sakt nëse nuk e ka akiden. Për shembull, ka njeri që buzëqeshja ati të kënaq, fytyra ati duket që bën nur, është i sjellshëm me të gjithë, i ndihmon njerëzit në rrugë, bëjnë be njerëzit, siç themi neve popullor, që në kryt ti, në kokë ti. Por kur ta shet që në momentin që ka dalë prej xhamis, shkon i bën shirk Allahut. Ky personalitet i muslimanit është i mangët apo në esencë nuk është i ndërtuar, është i shkatruar, edhe pse duket i ndërtuar. Prandaj
themi, ky bazën nuk e ka. Edhe tjetra, ka njerëz të cilët kanë probleme në adhurime. Kanë probleme në adhurime. Për shembull, nuk i fal 5 vaktet. Nuk i fal 5 vaktet. Ose bën ibadete, ose vepran bidate të cilat nuk janë fe. Domethënë, ti nuk e sheh ata se gajlohet për babën e vet, a pi fal 5 vaktet apo jo, a pep zeqatin apo jo, s'ja përmend kur babas zeqatin, kur s'ja përmend. Baba i vet ka pare, edhe ndoshta e ngon. Kur des baba, ky domethënë me çdo kusht mundohet mi bë në shtat me vlud. Çka u bë kështu? Ky ka probleme domethënë me adhurimet, me kuptimin e adhurimeve. Ky ka probleme me kuptimin e adhurimeve. A kupton? Një prind i cili 3 vjet vajzën e vet ose djalin e vet e kalon me shku me të dashurën e vet, të dashurën, jo islamçe, me shku në për hotele dhe në për motele, hiç se ka problem. Kur vjen pyetje domethënë mja bën duan e dhëndrit natën e martesës, mos më shku rastisht hoxha, i çon hund hava. Mirë më burr tja, po unë po du me hoxh me shti dhëndër. Jo, kjo gabim. Nuk ka dua të caktuar të prerë që natën e darsmës duhet me bë patjetër. Një çaje kret diçka tjetër. Një çaj është për mos më shku djali jote edhe ose çika jote. Mos ta them ndaj fjalë në për hotele, në për motele, tinza njerëzve, tu ul në për karrika tinza mrapa ajo bija jote ose djali yt. Edhe ti e lejon 1 vjet 2 3 më u shkruaj poshtë nalt në për harame. Pastaj kur vjen, domthon këto se ki gajle, kur vjen pyetje nëse hoxha s'ka kohë ose s'vjen ose nuk vjen krushk, se ti në tubimin tanë, ku e ki me alkoole me kohë diçka, hoxha atje në fund ose në fillim suni prin aty në. Tash ti prekësh. Ti e ke kuptu gabim. Meselën e ke kuptu gabim. Ti duhesh me kuptu sakt. Ç'kjo domethënë në ibadete pastaj ka kontradikt. Ka kontradikt në ibadete. Man zgajlohesh për babën, tani jetën, zeqatin me dhon, tani don me dal mesh nëse hoxha ty të ka dalë se s'është patjetër. Ç'kjo ti çka po e lyp, çto bidate çka po i lyp ti. Ose vjen në xhami e fal namazin, si dal pe xhami, shkon aty te tyrbe atë vorë dhe i lutet të vdekurit. Pra kjo e dyta, pastaj e treta morale, mirësjellja e edukata, ajo ka vendin e vet. A ban pata, nuk ban pata, por nuk është e rëndësishme sa dytë parat. Nuk është e rëndësishme. Nuk është e rëndësishme. S'po du me thonë tash banit pa edukum, mos keq kuptohemi. Por mos mendoni pse i buzqesh dikujt që është sunet me i buzqesh, shkon në xhenet nëse nuk e fal 5 vaktin. Mos mendoni se nëse thjesht domethënë pamjen fizikun e jashtëm e në re që rregullon, nëse ki probleme në akiden besim, edhe mendon se ku e di çfarë mendon, diçka budallakit e shirkut, ki me shku në xhenet pse kujdesesh për pamjen e jashtme. Jo, kjo ka vendin e vet, por nuk shkon në llogaritë të dytë parave. Por për mund ndërtu si personalitet, duhesh të trija to mi pas, me rregullu besimin. Në çështjet e besimit të dashur vëllezër nuk ka tolerim, nuk ka negociata. Mundemi të kemi dhimbje për të tjerë, na dhimbet dikush që hala beson tyrbe. Na dhimbet dikush që hala çon parët e vorre për kancer, që ka kancer. Na dhimbet, shumë na dhimbet, por nuk ka negociata. Këtu të bëhen është diçka e patolerueshme. Allahu xhalla shanuhu Ibrahimin alayhis salam e ka refuzuar duan për babën e vet. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për prindërit e vet, për axhin e vet, etj. Pastaj te meselja e ibadeteve mund të diskutojmë. Por prap pa ibadete është një pikpyetje e madhe besimtari me shku në xhenet. Fillimisht me shku. Nëse mos hyjmë te kjo. Pra, formimi i një personalitet besimtarit i përfshin këto 3 sene. Akide, ibadete, akhlak. Domethënë besim, adhurime dhe moral. Mirësjellje, edukat. Mi unajt karshe parimeve tua. Te edukata edhe këto duhet me pas parasysh. Në edukat hyn edhe pjesë e fesë është mos me vjedhën kanar, mos me vjedhën metër. Mos më qu me rren nërsy njerin, me rren nërsy. Të merr vesh haptas që të rradhe i paftyrje. Hiç as nuk kuçesh, as nuk tremësh, as nuk saritavesh, as nuk vjen. Nuk i takon muslimanit. Allahu xhalla shanu ka përmend Kur'an. Mirë për ata të cilët masin, domethënë
gabim ose peshojnë, bëjnë dallaverë në peshë ose në metër ose në kanar. Të gjitha këto janë të rëndësishme. Pra këto 3 fushë janë, na kemi shpesh në popullin tonë i është dhënë rëndësi disa ibadeteve e disa pjesëve të besimit nuk i është dhënë rëndësi. Për shembull, na kemi pas njëri i cili ka fal namaz edhe ka shku e ka rregullu tyrbën e zhurit Baba Sale, tu mendu që tu bën sevap. Gra kanë shku e kanë ly vorën me qiraç, tu mendu që janë tu bën sevap. Pra nuk është rregullu personaliteti tyne që është duhet sakt. Këto 3 duhet në mënyrë të renditur besimi, ibadetet, mirësjellja. Në mirësjellje thash hyn edhe mjunajt kushteve, mjunajt karshim marrëveshjeve. Unë pata rastin domethënë që njeriu të bjen makinën, të bjen, nërsy do me të mashtru. Nërsy do me të jeshe haptas, thu pastaj subhanallah, a ka tu të zotit kë? A ka tu të zotit? A din që ka me dek? Nërsy. Edhe nuk mundot me të mashtru një 5%, 100%. Nëse bën 100 euro, për 200 do me thonë, pak më smukoni zotit që e këqyrë, ti shes sanët, ti marrëvesh, do me thonë, ti len komtaru që zëndorë, 5 vakli. Vjen hoxhës, do me thonë, dënë mi abon qatë zezë. Haptas, hiq pa ftyrë. A ki zot, ku i bjen sejde, ti ku i bjen sejde? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që ka thonë, kur të bëni shitblerje, du të me kallzu behanët sen. Të ranë, talun vitin, kur e merë këshyrë ti, 3-4 vite të kalujt, ka rajt, 3-4 vite të ka bo matri kjerë. Çmimi bën 7-8 euro, ta shet dupull, ose ta manë. Kur i merë vesh sanët, a i takon një muslimanit qëkja? A mujnë me qujt një profil që ti njerëjut, ta manë besimtar hakikat? A mundin me qujt? Nuk mujnë me qujt. Pra ndaj që ta njerëz që s'janë formu, që kanë pengesa, dhe më thonë, aja është sikurse një pem e cila është ritme, me kthesa, me sene, me tolovina, nuk e ka atë hjeshinat bukurin e vetë. Edhe që ta pasaj dalin edhe dhe bëjnë dëmë në shoqni. Tjetër lezër, pse është i domosdoshëm formimi një muslimani, pra me këto 3 pika bazë. E para, kena përmend disa, ose kena përgjedh, të mbron nga humbja, devijimi dhe fitnet. Kur je stabil në besim, kur je stabil në ibadete, kur je i sjellshëm i edukum, parimisht, zakonisht, personat të tillë nuk devijojnë. Ne kemi në historinë islame sa shembuj të cilët kanë qenë. Për shembull, kemi rastin e Bilalit, radhiyallahu anhu, pa kur farë mbështetje. Te pejgamberi po shkon Resulullah sallallahu alaihi wasallam peshe, po i thot sabër, o Bilal. Familjes Jaserit, sabër. Po bën sabër, për din që ka mujt Bilali një fjalë goje me thonë, s'ka zot ose ku e di çka, me shpëtu jo. Pi bën ballë kres provave. Medine po ashtu. Sa sprova sahabët. Kemi imam të mëdhaj. Njerëzit sot vrapojnë pas posteve. Imam Ebu Hanife ka ik. Sa që e ka njek khalifja, ja sa ko e ka njek, ka shku në Mekë. Se ka ditë që në Mekë është më i sigurt se Allahu xhaleshanu ka garantuar që është haram, është vendi bekum, vendi shajt. Është nis, ushtria e halifës me shku atje me nxon, me çu me zër. Çka po bën? Po bën dua, ja Rab, më shtoj, ja Rab, nima. Pa ardhur ushtria vjen lajmi, vdiq halifja, edhe kretë urnat e tij bin poshtë shtan imami. Imam Ahmedit një fjalë goje po i thoj. Thuaj Kurani është i krijuar, nuk është fjalë e Zotit. Veç që kaq. Shkon në shpirë rahat. Po pranon me muaj, me vite të tëra me najt, shkopin me rre për çefi kur t'ja kana prej prej 2 fytyrshve. Pse po mundet mi u bë ballë këtyne sprovave? Për arsye se ka formim të sakt, e ka kuptuar sakt këtë mesele. Këshyri pejgambert Allahu xhaleshanu, Nuhi alayhis salam, Ejubi, Yunusi alayhimus salam, Salihut alayhis salam po i thonë ti e kon shumë burr i mirë dhe kena marrë myt të ti. Çka u prishë kështu? Ç'u prishë kështu? Pse? Pse u bë besimtar? Shuaibit alayhis salam, etj. Musa alayhis salam. Apo mendoni që ka qenë lehtë për pejgamberin e Allahut Musa alayhis salam prej pallatit faraonit me ik, mundjeke me ik me shku në një hije që atje mi unimu
Në gajlet e veta, në hallat e veta, ka vakt me unimu aty një dy vajzave, ka vakt. Edhe pikuj po presh problem prej Allahit. Se ka pas pashtu 10 vjet me najt larg familjes. Mërgat. Pastaj më u kthy sa e sa argumente kundër faraonit. Allah po i dërgon derisa vjen te deti aty. Pse po mund ju bë ball gjithashtu se ka një formim të sakt sa ma i trajnum ma shumë ball për ju bën sprovave. Sikur se një ushtari caktumi një njësie të caktume që sa ma shumë që i bën ball sfidave të trajnimeve është ma i aft për mu ballafaqu me problemet nesër. Muslimani a dini ju pse po dështojnë njerëzit në politikë? Në momentin që kapin pozita, e dini ju. E dini. Kret parimet e veta, kret qëndrimet e veta, kret ju binë për toke. Pse nuk kanë një formim të sakt me parime, do me synime. A du të me ndodhë që edhe besimtari me ranë që do fitnë në qëto sprova? Sprova parë, po bjen. Jusufi a.s. është në gjendje kret mi pranu, merë burge, me krete, moral mës me prek. Moral mës me prek. është në gjendje me pranu, mës me dalë prej burgut, pa u zbardh ftyra ati. Ja, shka njerë, pëtja ato zojat atje, kush ka pas faj, e kush ka pas faj, e kush ka shpif, se ka mujt me shpif, ama e vërteta del në shesh. Kur po mirët vesh e vërteta, tash po, sepse ai nuk ka këqyr me pas rezultate. Qasit, shpejt. Ai ka dasht formën e sakt me e zgjedh për me mri aty ku duhet me mri. Pastaj u bë mbret e zamen si mbretit, gjitha senet i kishtë ndorë. Kështu i bani balë sprovave, me të mira dhe me të këqija, Ibrahimi a.s. e tjere. Pra, në momentin që rregullohesh si personalitet, nuk ka frikë pastaj për mju bë balë sfidave, fitneve edhe sprovave. Për ndryshe dështon. Tjetra, të djep qëndrueshmëri, dhe më thonë, larg interesave të ndryshme. Kjo lidhet normal me të parën, por pse e kemi veçu, mu koni qëndrueshëm në islam është mesele e madhe. Kur vdesin njerëzit, na i vlerësojmë, thëmë filoni që 40 vjet, që 50 vjet, po falet e po lutet e ka bo këtë, ka ba të mirë, edhe fillojmë ju zvullu ato fshetësit e ibadeteve, nin t'i thu la ilaha illallah. Kemi përmanë disa prej personaliteteve që t'i e gëzu, ka i kam shef këto ibadete, ka i kam shef këto adhurime. Pse? Se personin fjallë ka qenë i qëndrushëm, larg interesave të dunjas, nuk është thy. Nuk është thy. Ju keni raste dhe ku ndëgjani, filoni ka bo këtë, njëhet mas 20-30 vjetë, qëndrueshmëria. I ka refuzu lakmi të dunjas se ka qenë i kompletum mrana njerëzorës në personalitetin e tij si besimtar. Edhe e treta që kemi përzgjedh, pse dhe më thonë është i domosdoshëm formimi muslimanit, thot, e ndërton një musliman unik, të panevojshëm për shtytës anësor. A je në gjendje ti, si një, me marrë shembull një ushtari cili është i gatshëm me mbjetu çdo probleme psikofizik, me marrë me gjujt midis të malit, ai veç me dur në gjepa që thojmë na, ai me mbjetu kushteve të rana në natyrë. Ai ushtari dhe mu kthy te kampi vet, me gjithë ato smuje që mund me godit, etje, uri, kafshë tegra, etjere, edhe ka arrit me u kthy në bazë. Aje që si muslimani që me bo me gjujt midis të jo muslimanve, midis të fitneve, midis provave, aje i ndërtum që asisuje që ti mi ju bo balën me qenë unik. Mos me thonë, vallaj, ta kësha pas edhe hoxhen shtu ngatet, mu kish rrit imani, e me pas kush me mshtyt. Jo, ti vet, a mun ju ban balë, sfidave që ti mun është mo, ballafaqu me to. Një pyetje po ta baj. A të ka ndodhur dikun me shku larg, në gurbet, vetëm, ose veç me një shok, edhe mos me të njoft kërkush, që je musliman ti. Edhe me pas fitne në qatë venin, të luhet pak imani. Sepse kjo me kuptu që ndoshta nuk jemi të gatshëm me u ballafaqu me situata ku ajo qëndrueshmëria lëkundet.
Prandaj njerëzit në udhtim mirën vesh kush janë. S'po të një kërkush atje. Sa na kemi pyetje, kena pas pyetje hoxha, si ti kalon që kaq kilometër sa na ka lehtësime, sikur se shijat, e dini ato. Ja, nuk ka lehtësime. Ja. Muslimani e ka Allahun kudo që është. Nuk lëkundet. E çse, domethënë pa pas nevojë për shtytës ansor, ai je i gatshëm. E këto duhet me rregullu ti vetën që me u ball. E para fundit, formimi i muslimanit i përngjan themeleve të një shtëpie. Formimi. Ti mund është më konë shumë i bukur, shumë i mirë, shumë i eshëm, me bani shtëpi shumë i bukur, kulmin ato këto dritarën, po temel nuk i ke ba. Si e formu hala. Një erë, një tërmet, një lëkundje ma vogël, bjen çdo sen. Bjen. Pra, të formosh në akide, në ibadete, në moral, në këtë renditje, akidja është më më rëndësi besimi, pastaj adhurimet, është i ngjan themeleve të shtëpisë. Një shtëpi pa themele mund të duket e bukur, por nuk është e qëndrueshme. Në sprovën e parë mund me ra. Prandaj duhet me ran. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam 13 vite ka thirrë në monoteizëm. Në largimin nga idhujt në Mekë, pastaj në Medinë kanë filluar ibadetet me u vun pa, me zbrit ajetet e adhurimeve. Prandaj sahabët ai kanë diskutu në herë pas vaktin, se kanë diskutu. A kanë diskutu agjërimin? Nuk e kanë diskutu. Pse? Se në Mekë janë rregullu. Prandaj kanë thonë se merna wa ata'na, dëgjuam edhe praktikuam apo u nënshtruam. Tjetër pikë. Formimi i tij është proces i vazhdueshëm. Domethënë nuk përfundon me një libër, me një vit shkollimi ose ku e diçka. Pra, është e gabuar që me mendu se tash përfundoj e kryeta në një kurs, duhesh me vazhdu tani jetën, me shku duke u ngrit, duke kërku më të mirën. Edhe nëse si vjet nuk je më i mirë se vjet, atëherë s'ke përparuar. Kemi përmend këta, nëse je duke lyp ibadete, shtoj adhurime çdo vit diçka. Nëse je duke lyp dije, shtoje dije në çdo vjet diçka. Nga për shembull, në vit bane vetës obligim me ngu, shembull ta marr 200 ligjërata. Ka gjysor ose ka një orë. Nëse s'mund 365, çdo ditë kanë ja, belen ja 200. Pra, nuk përfundon me një libër, ose me thënë kum kry një kurs filan kohën para 20 vite, 30 viteve dhe, se na kemi djemë të ri jo, se tash ata në bon 20 vjeçar, para 20-25 vjetë kanë mësu në progjallar ose dhe të une, edhe shet dëman që s'është kërkun të ashaj, të ta mashme në kum kry një kurs të tini, shamun një muj ose 2. Ti ke kry, po s'ke vazhdu ma, edhe ke hup, ke ra. Tjetër, bazat kryesore për formimin e një personalitetit, një muslimani, janë 3 të dashur vëllezër. E para sabri, e dyta sinqeriteti edhe e treta vazhdimësia. Majnë men, sabri. Pa sabër s'ka kur gjë. E dyta sinqeriteti, edhe e treta vazhdimësia. Jo sabër sot, nesër mos më bë sabër. Edhe sinqeritet. Në momentin që të përzihet një jetë, unë e di se ti kime pas problem me një jetë. E se edhe unë kam problem. Kretë kemi. Dikush ma tepër, dikush her pas here, dikush vazhdimësi. Por me lyp sinqeritetin. Mu angazhu në kërkim të sinqeritetit. Edhe këtu qëndron shqetësia, se Zoti Azza wa Jall i niman ata të cilët e kanë gajle gjithmonë sinqeritetin. Edhe treta vazhdimësia. Nuk mundesh mu bën një personalitet ç'është duhet, nëse nuk i ke këto 3 cilësi. Sabër, sinqeritet, vazhdimësi. Mos mu dorëzu kurrë. Prandaj ka njerëz të cilët mas 5 vjetë, 10 vjetë janë nal, dikush tjetër i ka kalu. Në fund, prej pengesave të formimit të muslimanit janë epshet, shoqëria e keqe, neglizhimi, ngritja apo ngutja për arritje të suksesit, edhe jo serioziteti. Nuk du me ju detalizu shumë, por epshet ju e dini. Në momentin të banë kretë mirë, si t'jipët shansa e parë, kretë është i devotshëm, ndarsmën e parë që banë të kusherin e vetë, elshon frontin. Epshet. E dyta thot, shoqëria keqe. Nëse nuk e ndron shoqënin, kur ke vendos me u bën dikush, se ke ndru shoqënin, ke gabu. Pika kyçe për një djalë të ri me ndru, qoftë nëse të e pi drogën, të e pi duhanin, të
të mos i falë 5 vaktit, e tjerë, është me fillu me nëru shështinë. Këshillani djemtë e rria, krabatë e juj, edhe ju që keni këto. Nëroni shok të këqe. Mësoni me ta sepse ja shefni sherën. Tjetra thamë, neglizhimi. Hajtë se s'ka gale, hajtë se ja nisi nesër. Sa njeri ka thonë ja nisi nesër, ja nisi kur nuk e ka nisi. Tjetër, ngutja për arritje të suksesit. Nuk bëhat në qalësut. Nuk bëhan. As një pejgamber nuk o konë pejgamber për një ditë e një natë. Me vite kanë vazhdu. As njëni prej djetarë nuk vësht bëhat djetarë për një ditë e një natë. Me vite. Ibn Mubareku thot, 30 vite kam lyp edukat, 20 vite dije, 50 vjetë. Imam Ebu Hanife, 40 vjetë, kanë e tonë natën deri në sabat, ose të falë, ose të ledzu. 16 vjetë Bukhariu të shkru sahihun e ti, 42 vjetë parafërsisht Ibn Haxherit të komentu sahihun e Bukhariut. Kanë bo udhëtime ka 12 vjetë për me kërku hadithe, 12 vjetë ish pa u kthyer në shtëpi, ka pas djetarë. Ka pas djetari i cili ka shku te Imam Maliku nga Egjipti, harrova emrin se e kishte. Te Imam Maliku ka shku, ka nejt 2-13 vjetë. Edhe po vjen një karavan prej Egjiptit, ky po mëson te Imam Maliku. Po vjen karavani prej Egjiptit, bashkë me karavanin po vjen një djalë i ri, 11-12 vjeçar. Edhe po në xhami po thot, kush është filan Fisteki? Këshyr njerëzit. Çka po të vynë? Më tha kallëzëm një kush është filan Fisteki, e djalë i ri. U që tha unë ky, shka e për qafe. Pe këshyr, Allah i le tha mos je djalë jam. Tha vallahi po. Më ka kallëzu nana tha që ka arë Mekë te Medine, te Imam Maliku e Mamardije. Më tha kum lind, ti s'm ke pa, jam rrit jem bani më 12 vjeçar ku marr me të vizitu bab me haxhi tjerë. Kanë shku janë ul. Nuk kanë qyrë rezultate sa qëllëm shelësut. Nuk kanë nisë me dhonë fetfa Imam Maliku derisa me dhjetra ulema akademik të ati zemani kanë thonë munësh me dhonë fetfa. Ka mësu Imam Ebu Hanife me 10 vite, derisa mësuesi ka dekmo, ka fillu që atër më ullë. Nuk bëhanë sanët më njerë. Edhe e fundit jo serioziteti. Sa ja kemi nisë, kemi pas rasur, kemi nisë me një vlla, me 2. Hajde të mësojmë qëto hadithe, hajde të mësojmë qëtë pjesë të Koranit, hajde ata, hajde këta, nuk da, nuk dhezë. Dhe pëse unë këshillaj me i motivu vllaznit, po dikur më nalë. Për fatë keqë thëmë këta, më nalë dikur e sheqës, le Allah, le se ka falë Zoti, le, Allah i një muftë, s'ka seriozitet. E një prej serioziteteve të formimit është me marë pjesë në përderse. Këto si hyrje të dashë vëllezër janë pak pika që pata nevojë dhe pashtasyshme me përmend, lutem Allahun e Gjallë që të na vojë të devotshëm, të sinqert, sabërle edhe të vazhdojmë pa u dorëzu. Zoti ju rujtë shpërbleft. Walhamdulillahi rabbil alamin.